Na nuk kemi një popull që komunikojmë shumë lirshëm me familjen mas pari, me kulmin ku ti e lind edhe ke rrit me ta. Dhe nëse nuk komunikon me këta, del në shoqni, se cili shok, shoqe, ose njeri e ka një problem, një çështje caktume për cilën ka më predispozohet me pas një ankth ose depresion. Jo domosdo me konë çështje e madhe, po na jemi një popull me kredia, jemi një popull me rrogat vogla, me çmimet nalta, tash u shtrejtu edhe rryma, domethënë i ki 100.000 gale. A do të thotë kjo që në fund muajit na fillon ankthi rritet? Fillim të mujit edhe përfundon. Anglisht është një shprehje shumë e mirë, barely making ends meet, domethënë me nxë mi dal mi pagu faturat. Tash kur jeni popull që shumica e popullit është në qit klas, ata kanë me pas ankth, kanë me pas depresion. Por rrjedhimisht edhe nuk kanë me komuniku. Tash kur s'komunikon, e man vete, është shumë aeron. Psikologja e din ma mirë veç ankthi edhe shqetësimi janë dy gjana të ndryshme. Na muj me u shqetësu që nuk kemi mundësi me i pagu faturat e nuk kemi mundësi me ja dal njetë, ama kjo nuk do me thonë që na domosdoshmërisht jemi të kalu një gjendje anksioze. Po nëse ki një shqetësim momental, edhe që kështë shqetësim momental, shkën ditë mas dite, Jo, po i bjen që 90% e Kosovës janë anksioz, janë diagnostifiku me ankth, se 90% e Kosovës kalojnë për ditë në problematika tilla të pagesës kredis, të çmimeve që po rriten për ditë, të këtij realiteti. Onë premte me metën Kolum, Prishtinë, fush Kosovë të krijohet ankthi. Priton me dal, më shumë punë se nxan Kolum. Unë shoh ankthi diçka më të madhe se me pritën Kolum. Po e marr shembull se na nuk kemi ama pika bëhet. Po normalisht kërkush. Pikërisht, çata po thonë dhon. Kërkush nuk vjen për shembull në seancë dhe më thonë që unë kam ankth edhe çkaq. Gjithmonë ka diçka domethënë prapa. Këto që në raste si humbja një njeri dashur, si diçka pak ma tepër se për te shqetësimeve ditore, që njerëz mos me fillu tash me diagnostifiku vetëm valla. I kom ankth se prita në kolon 3 ora. Po e marrë vetë si shambull banal që kanë dikën, ama absolut nuk paralelizohet me pjesën që po të të lera. Në këtë çështje duhemi mi pranu si pjesë e jetës. Dhe më thonë, jo tash me qenë të frustrun se unë po përjetoj ankth. Edhe nëse përjeton ankth, është në rregull. Dhe më thonë, edhe nëse përjeton atak paniku, që te, më thonë, nuk e din as çka jetu bu, as nuk din që thojmë një popull, një boqare vetë në ato momente, do më thonë të ato ku të paniku. Një ankthi momentet, qysh me kalu që atë ankthi momentet nëse të ka pyetje me ta lëshu faturën në fund. Primarja është gjëreja parë që duhet me stabilizë. Sendi parë që do më thonë, konsiderohet që është i mirë, është fokusimi te vetja, te frymarrja. Për shkak se na ankthi është ajo që veç neve kemi nevojë me ndru stilin e jetës. Do të thonë gjithçka që e kemi një stil jo të shëndetshëm, jo të mirë, që një organizim ditor, që na sot shumë nuk e kemi një organizim të mirë ditor. Një organizim ditor i mirë, për shembull ti e din kur han mëngjes, kur han drek, kur mundesh me shku me bu fitness, me shku në punë, me pi një çaj ose një kafe, me pas atë organizimin familjar, dhe më thonë me qenë jeta organizune,